Ky është Benard. Benard flasë dhe nga shpëdhjen historike e Lindës. Çfarë ka Benardi? Pse ne du ta njohim Benardin sot në pyetja? Doni aventurë? Benardi. Doni alegri? Benardi. Doni jetë shturun? Ndoshta ju pëlqejnë pak shturja orë të vona, ndoshta me pina i gjatë që s'lejohet? Benardi. Fiksimi vetë ishte që vajzat a thirrin Bena, Benushi, për këtë li. Nushi shku. Nushi. Kisha frikë fatusha në gjithë të shkallë, se tash u duket kështu si ti egër, me pamit parë, po me zemër shumë bri, shumë butë, kur bie fjalat e femrës. Ndërsa te pjesa e karakterit vet e mbron me gjithë forcën që ka, se ku shans se ç'a bën me çdo gjë. Benardi mund të ketë deviju si gjithë rinja sot me pak me pjesën e lëndë narkotike. Benushi si çka që ka thirrin gocat lezojare. Ndërsa nga pjesa e ju doni dini dhe nga jeta sentimentale ajo, por do t'ju sugjerosha që ta njihni një herë dhe pastaj ju betohem që s'do të ngelni të zhgënjëra. Se ti s'pusqesh me ova apo vëre me shesh. Unë du të prezantoj çunin më që njoftë ato gjysore, aty lart. Quhet Aldi, është nga Lezhë, është çu serioz duket shumë nga natyra, nuk ka pak komplekse në muhabete seksi ose e vurare që kishte shumë komplekse. Gjinin maskullore, me gjinin femërore. Pak më japur. Jam më i ngrohtë. E pyeta po ja dy shok mitë. Me femra dhe mund ta zgjas pak dorën, mund ta lëndoj pak romantik. Tani Aldi ishte 21 vjeç. E kishte shumë kompleks moshën, edhe më tha mos e thuaj, dhe çka kuptova në lidhje me femrat, besoj që kishte nevojë vetëm për lidhje serioze, nuk shifte asnjë gjë tjetër, donte të krijonte një familje. Unë kam shumë qejf fëmijët. Në fakt, kam qejf i ngjaj babit tim, se babi ka bën 5 fëmijë, unë do të bëj 5. Pas historinë me babin tim. Ky ishte Aldi. Franci, nga vjej, 21 vjeç, por është i 46, ka punuar që 14 vjeç, është shkruaj familjare edhe pse ka 3 motra edhe 2 prindrit. Edhe kjo është për të vlerësuar gjitha gocat thotë duan ta njohin më tepër, sepse përveç pjesës që do dalin do e ke edhe në shtëpi është i burr për shtëpi o një, nuk është thjesht. Tjetra është shumë interesante. Pavarësisht se do një lidhje serioze, është i hapur për të pasur paralele dhe 2, 3 ose 4, 5, 6, 7 lidhje të tjera paralele. Është i gatshëm t'i mbajë. Jo çdo njeri mund ta bëjë këtë gjë, apo jo? Djali i programit është Arli, vllai im nga Vlora. Se jemi kështu, gjëja më të bukur që ka Arli që më shpjegoi, po, tha që kur kaloj në thjerë tha le doj ta bënë ngor dhe kënaqet. Është i lidhur për ju vajzat që po shikoni kështu, ka një lidhje 6 vjeçare, është i fejuar. Është i gatshëm domethënë të krijoj familjen me pjesën e si prind, duket i vendosur me këmbë në tokë, përkushtohet ndaj punës edhe ndaj bizneseve që dëshiron të hapi me idetë e tija. Për pjesën tjetër të Arlit është pak që i pëlqej, i frekuenton klubet e natës, por gjithmonë me lejen e të fejuarës, se kështu nuk del dot veç. Pagu me shumë ritëm, ndoshta jo kaq serioz, jo kaq të prera gjëra. Mua për vete më duk sikur ishe në orën letërsisë dhe më bëjë një ese, domethënë dhe po fusje fjalën kote më kote. Fjalë për Thomasin janë pakta. Është një çun i disiplinuar, me shkollë avokatie, më zgjidh tana problemet e mundshme që keni. Është një tip i dashtën shumë, jep gjithçka për njerëzit që don. Është pak çefli me t'ju thënë drejtën, çefli pa pam. Qa me thonë mo se isoj si jam unë 70 kyse, është peshore, jena tipat ndjeshëm. Prezentimi im ka të bëj për një nga njerëzit më papart të showbizit, po s'ka ardhur akoma, për pak, sa të marrë audicionet tu. Duhet një zjedh fjalët me kujdes se tipi është nga Lezhë, kemi probleme shumë dhe nuk mund të jap shumë informacione se po të shim në shisëri. Është i rëndë fare, është shumë i rëndë. Ish futbollist, pa tjetër, por ka vraj gjuni dhe si Që ka hesh droga. edhe pse e kalon futbollin nuk jeti vetëm futbollist pa bark. Pastaj. Je pa buk. E kalon fort, bravo. Për gjithë ju që nuk keni dëgjuar as pak në vëmendje dhe se atini akoma emrin, ky është Mateo.
Mendosh se ishte goxha për qeshur, ishte goxha serioze në një kohë. Duhet Torgito, edhe karakteri i tij veçantë, gjëja më veçantë që ndjen është verior, edhe tregon me krenari. Madje një moment ishte duke pa gjithkohon nga puta, edhe e ndjej që më gjykonte. Si po thosh me vetë orë gay ti. Edhe një moment ngriti pa sy dhe më tha, "Çka ke gjyshë?" Doli direktori që është verior. Pastaj një moment kur bëri këtë, kthej kokën tha shoku im atje. Edhe ai duke më pa, ishte vetë duke më pa në sy. Du me rinjonë, du me ngatru, është nga leza, bashkë me dy çunat e tjerë. Edhe ai ka pata në futbollin, po është të probleme gjurit. Në bëri habi kur i thash që qa bën kohën e lirë, ta në kohën e lirë, dalë me çunat, makina, parti. Kjo ishte përgjigja dhe më thash. Jam shumë serioz. Po shumë serioz, më tha, kuj që jam shumë serioz, më thash. I pëlqen autonomia e trupit. Kur i thash që ishte gjëja e parë që do bëhet tek anatomia, tha, do gjëja të gëtë tek femra, po të punësh. Ky është Flori, kur e shoh përmallon pak se e mbaj mend shumë vogël, kena tash 20 minuta si e njoh. Ky është ai tipi që ka dalë në TikTok apo virale me atë unë kërcimo, duhet kërcimo në Gjermani, po Berlin. Edhe ky ka qenë gjithmonë më i gjatë i klasës dhe ka qenë më humorist, shumë i fortë në pak fjalë. Ky ka bëu atë shkollën te ekonomiku, menaxhon 25 biznese. Dhe s'ka që kam qef me Elen misterioze pak. Pëlqeu se nuk ngelte pa gjë, i vinte një fjalë drejt pas tjetrës, po nuk pëlqeu shumë që shifte poshtë edhe ishte pak emocione. E transmeton shumë tek tjetri. Me shikimet që Edhe në vizje, Ka sharmin e vet ashtu. Si e ka lut, ky është Gjasti. Gjasti është me Danoqi, dem baba dem Tirone. Tashi, sa të kush Tironës dje që e ke shok për kohë. Gjasti është shumë çun Danoq, merret me biznesin e tij familjar. Ka mbaruar shkollën për administrim biznesi, merret në biznesin e tij familjar që është elektrosipjake. Për 30 vite është në treg, është shumë i dashur me fëmijët, ka 2 besa që i mban si gocat e veta. Me femrat është sa më i mirë, sa më i serioz, më i qetë, mundohet të jetë sa më i dashur. Të respektojmë dhe mos të shajnë kurrë. Gjasti është ish futbollist me Dinamo. Ai nuk e vrau shumë. Gjasti e la futbollin vetëm se nga procedura dokumente jo duk paksa e tepër të harxhej atë kohë pas një fitim. Po është paksa e tepër. Edhe Gjasti është një sulmues tepër i mirë. Ky është Gjasti. Odiseas është 20 vjeç, ka ardhur në Shqipëri 10 vjeç, është i farë djali. Super djalë, ajo do. Odiseas di greqisht, anglisht, punon me call center. Do donim të dini më shumë se çfarë lloj vjedhjesh bën në të ardhmen e tij të afërt, por deri tash s'kena pasur lloj gjoje se s'kena një Rolex në dorë. Jena modest. Po, Odiseas si mund ta thrasin në dy kështu, mund ta thrinë si perëndi greke, po mund ta thrinë edhe Odi plus Sea. Edhe Odiseas është shumë interesant për ta njohur goca. Por pse do thoni ju? Po shive që është gjithë çumër. Nuk është që vetëm që mos ta shihni ju në më të mirën, ta shihni në më të keqen aty, ju bëj për vete, kështu si ç'është, me karakterin e vet dhe me shpirtin, se shpirti mbi të gjitha është gjëja dhe syt tregojnë se çfarë shpirti ke. Më pëlqeve që morë kontroll, më pëlqeve që lëvizëm, më pëlqeve që gjetë mënyra se si të kontrollosh ambientin në favorin tënd, pra që të marrësh, dhe kjo është një gjë shumë e mirë.